Përmes shekujve, shtëpia e Rothschildve ka ushtruar dominim të paprecedent, duke përzier solidaritetin familjar dhe kërkimin e pafund të fitimit. Nga rrënjë modeste, ata ngrihen për të ndikuar financat ndërkombëtare, luftrat dhe politikën, dhe bëhen dinastia bankare më e fuqishme e kohës së tyre. Dinastia bankare e Rothschild ka një origjinë të paimagjinueshme, një geto të shekullit të 18 në Frankfurt, Gjermani. Si shumë të kohës së tij, Mayer Amschel Rothschild nuk mund të zotëroj tokë ose ferma për shkak të racës së tij, kështu që ai ndjek rrugën e familjes së tij dhe bëhet tregtar tekstilesh. Getoja nuk ishte shumë inkurajuese. Dyqanet derdhnin grumbuj rrobash të dorës së dytë dhe artikuj shtëpiak të ndotur në rrugic. Hebrejt e Frankfurtit janë të ndaluar nga bujqësia, nga zanatçit, madje edhe nga tregtimi i mallrave më fisnike, si armët, mëndafshi ose frutat e freskëta. Mayer Rothschild shpejt rritet i pakënaqur me tregtimin e tekstileve dhe bëhet i etur për të eksploruar sipërmarrje të tjera, ato që ofrojnë marzhe më të larta fitimi. Ai shpejt zbulon se tregtimi i monedhave ari dhe antikave mund të jetë shumë më fitimprurës. Mayer Rothschild shpejt vendoset si tregtar i mprehtë dhe zbulon një strategji brillante, të njohur sot si front running. Ai punonte si agent gjyqësor, shumë si brokerat e aksioneve të sotëm. Klienti i tij kryesor ishte princi William i Hesse-Kassel. Kurdo që William dëshironte të blinte monedha ari, ai do t'i kërkonte Mayer Rothschild t'i merrte ato nga tregu. Ajo që Rothschild bënte ishte kjo: ai do të blinte fillimisht monedhat duke përdorur para të huazuara, pastaj do t'ia shiste ato princit William, duke vepruar në mënyrë efektive si blerësi dhe shitësi. Kjo praktik njihet si front running në terma modern. Duke vepruar kështu, ai fitonte 2 herë, një herë nga tarifa e komisionit 8% dhe gjithashtu nga front running. Princi William. Deri në vitin 1782, Mayer Rothschild ka grumbulluar një pasuri kolosale dhe fiton pozicionin si menaxher investimesh për pasurinë e madhe të princit William. Por për Mayer Rothschild, kjo është vetëm fillimi. Për të krijuar vërtet një bazë të fortë në botën e financave, ai duhet të evolojë në një bank. Shpesh kur tregtarët dhe agjentët e gjykatës grumbullonin pasuri të konsiderueshme përmes trajtimeve të tyre financiare, ata kërkonin njohuri dhe respektueshmëri më të madhe. Kalimi në bankierizëm ishte një mënyrë për të fituar legjitimitet dhe besueshmëri. Të hysh në bankierizëm rezulton gjeni për Mayer. Deri në fund të viteve 1700, ai është njeriu më i pasur në Frankfurt. Por ende, për Mayer Rothschild nuk është mjaft. Ai imagjinon një trashëgimi përtej pasurisë, një dinasti familjare që qëndron në provën e kohës, duke tejkaluar kombet dhe perandorit. Për mua është gjithmonë çfarë vjen më pas, dhe mendoj se kjo është ajo që nxit shumicën e njerëzve shumë të suksesshëm. Nuk është kurrë për parat. Do me thënë, kjo është një mënyrë për të mbajtur rezultatin. Është për arritjen, dhe është për të fituar një lojë, dhe është për të rritur bastimin. Për ta bërë këtë, ai e di se duhet të mendojë më të madh se vetëm Frankfurti, ose edhe Prusia. Për të zgjeruar, ai dërgon 4 nga 5 djemtë e tij në kryeqytetet e mëdha të Europës: Vjenë, Napoli, Paris dhe perla e perandurisë, Londra. Në fillim të viteve 1800, Britania e Madhe qëndron si një fuqi të madhe globale, me një peranduri të gjerë në kontinente. Me marinën mbretërore britanike të pashkëlqyer, detet janë të tyret. Revolucioni industrial po transformon ekonominë, duke e bërë Britaninë një fuqi industriale dhe prodhuese. Sektori financiar i përqendruar në Londër është i fuqishëm, me themelimin e Bankës së Anglisë në vitin 1694. Londra bëhet një qendër financiare globale. Mayer Rothschild ka ndërtuar një biznes bankar të lullzuar në Frankfurt, por ai kupton se për të mbajtur prosperitetin afatgjat të familjes, ai duhet të zgjerohet në qytete të ndryshme kryesore në Europë, duke përfshirë dërgimin e djalit të tij të tretë në Londër, Angli. Emri i tij është Nathan Rothschild. Për Nathan Rothschild, presioni është i madh. Ai ndihet i detyruar të demonstrojë te babai i tij se ai është po aq i aftë për të mbajtur trashëgiminë familjare. Nathan ishte një njeri me ambicie të ashpër dhe konkurrues,
po aq i shpejt për të marrë ofendim sa për ta dhënë atë në marrëdhëniet e tij tregtare. Me 20.000 pound, babai i tij ja dha si investim, Nathan planifikon ta maksimizojë atë sa më shpejt jetë mundur, me çdo mjet të nevojshëm. Në fillim të viteve 1800, industria e tekstileve të Londrës pa një rritje të konsiderueshme. Kjo industri u karakterizua nga shumë punëtori dhe fabrika në shkallë të vogël, që prodhonin shumë lloje të ndryshme tekstilesh, nga pambuku në mëndafsh. Nathan sheh një mundësi për të kapitalizuar në këtë rritje duke maksimizuar fitimet. Ai arriti të krijojë 3 burime fitimesh nga industria e tekstileve. Sipas llogarisë së tij, Nathan ishte i suksesshëm në vitet e hershme. Unë shpejt zbulova se kishte 3 fitime: lënda e parë, ngjyrosja dhe prodhimi. I thash prodhuesit: unë do t'ju furnizoj me material dhe ngjyrë, dhe ju do të më furnizoni me mallra të prodhuara. Kështu që mora 3 fitime në vend të 1 dhe mund të shisja mallra më lirë se kushdo. Në një kohë të shkurtër, i bëra 20.000 poundët e mi 60.000 pound. Për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme, Nathan gjithashtu aventuron në sferën fitimprurse të kontrabandimit të tekstileve dhe metaleve të çmuara. Ai u bë, me një fjalë, një kontrabandist. Deri në vitin 1808, Nathan kishte fituar një reputacion si një njeri që kishte, fal menaxhimit të tij të lartë, gjykimit, parashikimit dhe lidhjeve, arritur rregullisht të merrte mallra në kontinent. Brenda vetëm disa vitesh të fillimit të biznesit të tij në Londër, Nathan raporton rritje mbresëllënse të shitjeve prej 800.000 poundësh. Tani, me kapital të konsiderueshëm në dorë, Nathan vendos sytë e tij në transformimin e ndërmarrjes së tij në një bankë. Ai planifikon ta ndërtojë atë të jetë më e madhe se banka e babait të tij në Frankfurt. Deri në vitin 1812, shëndeti i Mayer Amschel Rothschild përkeqësohet shpejt. Ai shpejt kupton se vdekja është e pashmangshme, dhe për të siguruar që shtëpia Rothschild të mbetet e prosperuar, ai nxit djemtë e tij të vënë bashkimin e tyre familjar të parë dhe mbi të gjitha. Ky është një nga themelet për suksesin afatgjatë të dinastisë Rothschild. Lidhja e tyre e fortë si familje dhe mënyra e tyre unike të bërit biznes janë arsyet që ata janë ende të suksesshëm sot. Ndërsa djemtë Rothschild krijojnë shtëpitë e tyre bankare në qytete të ndryshme, Evropa hyn në një epokë luftrash të vendosura për të zgjatur mbi një shekull. Ndërsa luftrat e shekullit të 18 kishin tendencë të jenë të kufizuara, kishin tendencë të mbaronin në një armë pushim ku njerëzit uleshin dhe negocionin, luftrat e shekullit të 19, të paktën disa prej tyre, u bën gjithnjë e më shumë ideologjike, gjithnjë e më të vështira për t'u ndaluar. Fal sistemit të saj të sofistikuar financiar, Mbretëria e Bashkuar zhvillon 6 luftra në shekull, pa përballuar një kolaps ekonomik. Sot, ne jetojmë në një botë të dominuar nga një superfuqi e vetme, Shtetet e Bashkuara. Në të vërtetë, nganjëherë duket sikur jemi bërë pjesë e perandorisë amerikane. Megjithatë, Britania ishte superfuqia e botës për më shumë se 2 shekuj, duke ushtruar edhe më shumë fuqi përtej kufive të saj se sa bëjnë SBA sot. Deri në vitin 1814, Duka i Wellingtonit fiton betejë pas beteje kundër Napoleonit dhe planifikon të sjellë luftën në Francë. Por ndërsa në Francë, Wellington kupton nevojën për një sasi të konsiderueshme monedash franceze për shpenzime. Fushata e Wellingtonit po luftohej në një kohë të tepërt fiskal të paparën. Në fushata të zgjatura si ajo e Wellingtonit në Gadishillun Iberik, metodat më të sofistikuara të furnizimit ishin të nevojshme. Mbi të gjitha, ishte thelbësore të ishte e mundur të bliheshin furnizime dhe të paguheshin trupat. Nathan e sheh këtë si një mundësi një herë në jetë. Nëse ai mund të plotësoj këtë kërkesë sfiduese, mund ta ngrejë bankën e tij në lartësi të paprecedente. Nathan më pas e bëri atë që kishte bërë të tingëllonte lehtë. Kur u vendosa në Londër, kompania e Indis Lindore kishte 800.000 poundësh ari për të shitur. Shkova në shitje dhe e bleva të gjithë. E dija se Duka i Wellingtonit duhet ta ketë atë. Kisha bler shumë nga faturat e tij me zbritje. Qeveria dërgoi nga unë dhe tha se duhet ta kenë atë. Kur e morën, nuk dinin se si ta merrnin në Portugali. Unë ndërmora të gjitha ato dhe e dërgova në Francë. Dhe ai ishte biznesi më i mirë që bëra ndonjëherë. Deri në mesin e viteve 1800, ndërsa Europa kthehet në një vatër lufte, vendet e saj kanë nevojë gjithnjë e më shumë për tregun e këmbimit valutor. Për të filluar një luftë, do t'ju duhen para. Nëse humbni një luftë, shpesh duhet i paguani palën tjetër. Për shtëpinë Rothschild, luftrat bëhen një biznes fitimprurës. Rjeti i tyre i shtëpive bankare ofron një avantazh unik konkurrues. Në atë kohë,
Sistemi modern bankar ishte duke filluar, kështu që ata mund të ngarkojnë tarifa të larta, nga njëherë aq sa 8% për ofrimin e shërbimeve të këmbimit valutor. Por të ardhurat nga komisionet janë vetëm një pjesë e vogël e burimit të tyre të ardhurave. Rothschildët kuptojnë se në botën e financave, informacioni është gjithçka dhe shpejtësia është mbret. Ata ishin një nga tregtarët e parë të suksesshëm të Forex, duke përdorur bartës privat dhe madje duke shfrytzuar kuaj të mirë trajnuar dhe pëllumba, Rothschildët qëndrojnë hapa përpara konkurrentëve. Si rezultat, spekulimi valutor bëhet biznesi i tyre më fitimprues. Fitimi për shtëpinë e Londrës vazhdon të mbërrijë dhe Nathan Rothschild bëhet njeriu më i pasur në botë. Por edhe njeriu më i fuqishëm në financa nuk mund ta mposhtë armikun përfundimtar. Më 28 korrik 1836 e papritura ndodh. Nathan Rothschild, njeriu më i pasur në botë, vdes në moshën 58 vjeç. Kjo ishte befasuese, sepse familja Rothschild ishte e njohur për të jetuar jetë të gjata. Në fakt, kur Nathan vdiq, nëna e tij ishte ende gjallë dhe ajo jetoi mbi 90 vjeç. The London Times u mblodh për një nga superlativat e saj të rralla. Vdekja e Nathan Mayer Rothschild, tha një editorial, është një nga ngjarjet më të rëndësishme për qytetin dhe ndoshta për Europën për një kohë të gjatë. Asnjë operacion me të krahasueshme me të tillun nuk ka ekzistuar në Europë deri në këtë kohë. Vdekja e Nathan Rothschild ka një ndikim të madh në treg, por shtëpia Rothschild jeton pa të. Fal një sistemi bankar të decentralizuar që ata kanë krijuar, bankat e familjes Rothschild vazhdojnë të lulëzojnë, por tani ata kanë nevojë për një lider të ri. Vëllai më i ri i Nathan Rothschild, James Rothschild në Paris, bëhet komandant shefi i dinastisë familjare. Për James, presioni i të qenit një Rothschild është i madh, ndërsa obligimet qeveritare dhe financimi i luftës mbeten biznese fitimprurse për familjen, konkurenca ngop fushën e lojës, duke gërryer marzhin e tyre të fitimit. Për t'i sjellë familjes së tij lavdi të re, ai kërkon një avantazh të ri. Vëllai më i ri i Nathanit, James ishte dukshëm më pak i nënshtruar ndaj vullnetit të tij sesa tre të tjerët. Vëllai më i ri ishte intelektual dhe temperamentalisht i barabartë i Nathanit. Ai gjithashtu kishte avantazhin e një shkollimi më të mirë. Edhe duke njohur udhëheqjen e Nathan, James ishte më pak se i nderuar. James Rothschild shpejt vendos sytë e tij në një industri të re në zhvillim, hekurudhat. Në fillim të viteve 1800, Evropa është dëshmitare e zgjerimit të shpejtë të hekurudhave, filluar me linjën Stockton-Darlington të Anglisë në vitin 1825. Hekurudhat revolucionarizojnë transportin, nxisin rritjen industriale, përmirësojnë tregtinë dhe riformsojnë peizazhet, duke lidhur në fund qytetet dhe rajonet kryesore evropiane. Gjatë viteve 1840, Rothschildët ofrojnë financim për shumë sipërmarrje hekurudhore, duke korrë fitime të konsiderueshme nga komisionet dhe tregtimi i obligimeve dhe aksioneve të hekurudhave. Rothschildët ishin të zgjuar me paratë e tyre. Ata shpesh përdornin paratë e njerëzve të tjerë për të reduktuar rreziqet e tyre. James Rothschild luajti një rol të madh në atë që njihej si sindikate në Francë gjatë kësaj kohe. Deri tani Rothschildët janë më shumë se bankerë, por banka mbetet në zemër të biznesit familjar dhe gjeneron fondet që më pas investohen në aktive që janë në kërkesë në rritje, metalurgji, miniera dhe mbi të gjitha, hekurudha. Ndërsa fitimet për shtëpinë Rothschild rriten, njerëzit mesatar luftojnë për të arritur të mbarojnë muajin. Pabarazia e të ardhurave midis të pasurve dhe të varfërve mbetet po aq e theksuar sa kurrë. Industrialistët e asaj periudhe kohore janë njerëz që janë jashtë për veten e tyre për të bërë pasuri të mëdha sa më shpejt të jetë e mundur, edhe nëse kjo do të thotë të shtypësh zarfin e asaj që duhet të bëjnë. Pasi pësoi disfata të një pasnjëshme në kohë lufte, deri në vitet 1840, qeveria franceze e gjen veten thellë në borxh, dhe si rezultat, ekonomia e kombit lëkundet në buzë, duke çuar popullin francez të rritet gjithnjë e më shumë i pakënaqur me qeverinë dhe financierët që i mbështesin ata. Brenda ditësh, banka Rothschild në Francë afrohet me pikën e saj të thyerjes. Si kreu i bankës franceze, James është i dëshpëruar për të shpëtuar institucionin e tij. Ai kthehet te nipi i tij në Londër, Lionel, djali i Nathan Rothschild, për ndihmë. Revolucioni francez solli shtëpitë e tyre në Vjenë dhe Paris në buzë të mospagueshmërisë, duke detyruar të tjerët në Londër t'i shpëtonin ata. Deri atëherë, biznesi bankar i familjes Rothschild
kishte qenë rreth për pothuese 2 breza. Për Lionel, shpëtimi i degës së xhaxhait të tij paraqet një risk të konsiderueshëm dhe me humbje potenciale. Megjithatë, për të, uniteti familjar renditet mbi të gjitha. Banka e tij në Londër rregullon një hua, duke shpëtuar bankën e xhaxhait të tij nga kolapsi. Por nuk ndalon aty. Lionel Rothschild beson në prioritizimin e familjes së tij, por ai gjithashtu ndihet i detyruar të ngrejë popullin e tij. Lionel mendon se për të nxitur kauzën e eliminimit të paragjykimit kundër njerëzve të etnisë së tij, është e dobishme të hysh në qeveri. Lionel kishte shumë para, kështu që përdori parat për të blerë shumë shtyp për ta ndihmuar atë të zgjidhej. Deri në mesin e shekullit të 19, shumica e kufizimeve ndaj hebrejve britanik ishin hequr. Dhoma e komunëve miratoi një projekt ligj që lejon ulsen e një hebreut. Në gusht 1847, Lionel de Rothschild u ngjit në tribun si kandidat liberal për qytetin e Londrës. Lionel u zgjodh. Ka një problem. Për të betuar plotësisht si antar i dhomës së komunave, ai do të duhej të recitonte një betim në shkrimet e shenjta. Por Lionel refuzon dhe insiston se do të betohet vetëm në dhjatën e vjetër. Të bëhesh pjesë e qeverisë është monumentale për shtëpinë Rothschild. Ndërsa James Rothschild plaket, Lionel gradualisht merr rolin e patriarkut të familjes. Por ajo që Lionel nuk e kupton është se megjithse shtëpia Rothschild mbretëron supreme në Evropë, një perëndori e re bankare shfaqet, e gatshme të sfidojë dominimin e tyre. Suksesi i hershëm i Rothschilds i atribuohet kryesisht informacionit, inteligjencës dhe njohurive. Sot, të mësosh çdo gjë është shumë më e lehtë pasi kemi akses në burime të gjëra online. Një nga mënyrat më të mira për të mësuar matematikë, shkencë të dhënave dhe shkencë kompjuterike në mënyrë interaktive është me Brilliant.org. Brilliant është fantastik, sepse ofron më shumë se mësim online. Është interaktiv, vizualisht tërheqës dhe i përsosur për individ të zënë. Temat komplekse ndahen në mësime të vogla, duke e bërë të lehtë zotërimin e koncepteve me vetëm 15 minuta praktik në ditë. Kohët e fundit, unë jam zhytur në kursin e tyre të kriptomonedhës, duke mësuar për blockchain, dhe më ndihmon të kuptoj më mirë projektet kripto dhe nëse ja vlen të investosh në to. Brilliant ofron puzzle interaktive, gjëza dhe lojra, duke ju lejuar të shijoni procesin e të mësuarit pa pasur nevojë thjesht të memorizoni fakte. Ata zgjerojnë kurset e tyre me përmbajtje të re çdo muaj, përfshirë si funksionojnë modelet e mëdha të gjuhës, një kurs i krijuar për t'i ndihmuar njerëzit të qëndrojnë përpara valës së AI-s. Më tepër, ju merrni të mësoni aftësi praktike që mund të përmirësojnë potencialisht karrierën tuaj profesionale për një jetë. Vizitoni brilliant.org/finarius ose klikoni lindje në përshkrim për një provë falas 30 ditore. 200 klientët e parë do të marrin një zbritje 20% në abonimin e tyre premium. Faleminderit Brilliant për sponsorizimin e këtij videoje. Junius Morgan është një bankier britanik i firmës së bankerizmit tregtar George Peabody & Company. Deri në vitin 1864, pas pensionimit të Peabody, Junius merr kontrollin e firmës. Junius Morgan gjithmonë kishte një trashëgimtar seriozisht të pjekur. Ai ishte lloji një njeriu të ri me moshë mesatare para kohe që financierët e vjetër e gjenin ngushëllues. Ai ishte i rënd dhe biznesmen dhe gjithmonë zoti i emocioneve të tij. Junius Morgan kupton se për të luajtur në lidhjen e madhe, ai duhet të aventurohet në financimin qeveritar. Dhe për një bankier në vitet 1800, asgjë nuk paraqet më shumë mundësi se luftrat. Në vitin 1867, Franca përpiqet të blejë Luksemburgun nga Holanda. Megjithatë, Prusia kundërshton lëvizjen, duke çuar në tensione në rritje. Kancelari i Prusisë, njeriu i njohur i pamëshirshëm ushtarak, Otto von Bismarck, pret një mundësi për të goditur. Më 19 korrik 1870, Napoleoni III shpall luftë ndaj Prusisë. Kjo deklarat përputhet plotësisht me aspiratat e Bismarck për një luftë që do të nxiste mëtej bashkimin gjerman në udhëheqjen prusiane. Që nga fillimi,
Bismarck kishte një temperament të egër dhe ishte shumë e vështirë për ta frenonte atë. Ai kishte këto dy anë, një intelekt të qartë dhe precizion të jashtëzakonshëm. Ishte kombinimi i egërsisë së tij dhe inteligjencës së tij që e çoi atë në eskapad, tepri të dehur, ose duele ose shpatë. Bismarck gjithmonë donte të luftonte me shpatë për të provuar maskullinitetin e tij. Unë e shoh atë si një dem të tërbuar. Duke financuar luftra për një shekull, shtëpia Rothschild posedon një aftësi të çuditshme për të parashikuar nëse një vend do të fitojë ose do të humbë. Ata nuk kanë besim në Francë për të mundur të fuqishmin Otto von Bismarck dhe nuk do të ketë kuptim t'i huazojnë para Francës. Ndërsa shtëpi të mëdha bankare si Rothschild dhe Bering shmangen nga huadhënia e parave qeverisë franceze, Junius Morgan e sheh këtë si mundësinë e jetës. Nuk ka rëndësi për të nëse Franca mund të fitojë luftën. Ajo që është thelbësore është nëse Franca mund t'i paguajë huat. Ai kupton shpejt se edhe nëse Franca humb, qëndrueshmëria ekonomike e kombit siguron aftësinë e tyre për të paguar mbrapsht huat. Megjithse politika franceze ishte shumë e paqëndrueshme në atë kohë, ekonomia franceze ishte shumë e diversifikuar dhe më e rëndësishmja, ajo kishte një sistem shumë efikas të mbledhjes së taksave. Përmes sindikatës së tij, Junius Morgan mbledh mbi 10 milion pound për ushtrinë franceze. Si një bankier amerikan, ai gjithashtu i jep qeverisë franceze akses për të blerë armë amerikane. Lufta rezultoi në një fitore vendimtare gjermane. Konflikti përfundoi me Traktatin e Frankfurtit në vitin 1871, duke çuar në humbje territoriale të konsiderueshme për Francën dhe shpalljen e perandorisë gjermane në sallën e pasqyrave në pallatin e Versailles. Kur lufta mbaroi, francezët e mundur nuk mohojnë borxhin, siç parashikoi Bismarck. Në vend të kësaj, ata parapaguan obligonset në vitin 1873. Si rezultat, Junius Morgan largohet me një pasuri nga kjo fat. Juaneto i fitoi atij 1.5 milion pound marramëndse. Kjo shtoi masivisht kapitalin e firmës së tij dhe e nxori atë në radhët e larta të financimit qeveritar. Dhe tani, shtëpia Morgan është bërë një forcë e fuqishme në financa. Ndërsa Junius Morgan përpiqet të krijojë dinastinë e tij bankare, shtëpia Rothschild përballet me sfida në rritje. Pas vdekjes së James Rothschild në vitin 1868, brezat e rinj të Rothschildeve bëhen gjithnjë e më të fragmentuar. Për të rindërtuar prestigjin e tyre, ata shikojnë përtej Europës, investojnë rënd jashtë vendit, duke alokuar 37% të portofolit të tyre në Egjipt dhe duke financuar hekurudhat indiane. Por për të rikthyer me të vërtet suksesin e tyre të kaluar, ata kanë nevojë për një treg më të shtrenjtë. Ndërsa perandoritë e vjetra zbehin, një perandori e re shfaqet, më e madhe dhe më e fuqishme se çdo që bota ka parë ndonjëherë. Nga vitet 1850 deri në vitet 1870, Amerika përjeton një rritje të konsiderueshme, e shtyr nga revolucioni industrial, zgjerimi në perëndim dhe përfundimi i hekurudhës transkontinentale në vitin 1869. Kjo epokë është dëshmitare e ngritjes së magnetëve industrial. Cornelius Vanderbilt mbretëron në hekurudha, Andrew Carnegie në çelik dhe John D. Rockefeller në naft, duke kulminuar me formimin e Standard Oil. Këta tikun transformojnë biznesin amerikan, duke prezantuar inovacione dhe struktura të reja organizative. Historia e Amerikës nuk është vetëm historia e patriotëve, që ndihmuan të ndërtojnë demokracinë. Arsyeja që Shtetet e Bashkuara është ekonomia kryesore në botë është për shkak të punës së sipërmarrësve, që krijuan industri të tëra që shtyn Shtetet e Bashkuara të jenë udhëheqësi i botës së lirë. Për vite, Rothschildet nënvlerësuan Amerikën, duke i quajtur atë një tokë njerëzish të çmendur. Por duke parë ngritjen e shtëpisë Morgan dhe shfaqjen e Wall Street si qendra e re financiare globale, shtëpia Rothschild fillon të ndjek më shumë mundësi biznesi. Dhe asgjë nuk paraqet mundësi më të mira se kur ka gjak në rrugë. Për Amerikën, ajo ditë mbërrin më 9 maj 1893. Pas dekadash të një tregu të hekurudhave në lulëzim, industria, e shkatëruar nga zgjerimi i tepruar dhe ndërtimi i tepruar, papritur shembet,
Rezultati është një nga depresionet më të këqija në histori, panika e vitit 1893. Presidenti Grover Cleveland është i vendosur të mbajë standardin e arit dhe refuzon të angazhohet në politika fiskale zgjeruese, të tilla si uljet e taksave dhe rritja e shpenzimeve qeveritare. Në atë kohë, dollari amerikan nuk ishte monedha kryesore globale. Poundi britanik ishte. Presidenti Cleveland ndjeu se për të mbajtur besueshmërinë e qeverisë amerikane, ai duhet të mbajë konvertueshmërinë e dollarëve në ar. Qeveria Cleveland po mbaron rrezikshëm rezervat e arit, kështu që ai thërret J.P. Pierpont Morgan për ndihmë. Rreth kësaj kohe, në fund të viteve 1800, Julius Morgan kishte vdekur në një aksident trafiku, duke e bërë J.P. Pierpont Morgan kreun e shtëpisë Morgan. Qeveria federale është ditë larg nga shterimi i rezervave të saj të arit. Morgan kupton se rezultati do të jetë katastrofik për vendin e ri dhe për perandorinë e tij bankare. Dhe ai di se ka një familje me akses në një sasi të madhe ari që mund të ndihmojë qeverinë federale. Shtëpia Rothschild. Për 3 dekadat e fundit, Rothschildët kanë qenë duke investuar strategjikisht në operacione miniere për ar dhe argjend. Interesat e tyre në minierën e arit u rritën shpejt. Për më tepër, shumë nga emetimet e obligimeve të trajtuara nga Rothschildët në këtë periudhë ishin të lidhura me adoptimin nga Marsi i standardit të arit. J.P. Morgan mbledh $65 milion duke emetuar obligime qeveritare dhe përdor parat për të negociuar me Rothschildët, duke bler 3.5 milion ons ar për Fedin. Në atë kohë, bankat vërtet pëlqenin të bënin biznes me qeverinë. Pse? Sepse qeveritë zakonisht paguajnë mbrapsht borxhet e tyre dhe ata gjithmonë mund të mbledhin më shumë taksa nëse nevojitet. Bashkëpunimi i Morgan dhe Rothschildit e bën ofertën e tyre të obligimeve një nga investimet më të kërkuara. Obligimet e arit shiten në 30 minuta kur ofrohen për publikun. Amerika hyn në skenën botërore si një perandori e re, një që rivalizon me çdo në historinë e botës, një superfuqi. Ndërsa Rothschildët me sukses zgjerojnë shtrirjen e tyre të biznesit në Amerikë dhe në të gjithë botën, deri në fund të viteve 1800 dhe fillim të viteve 1900, perandoritë e vjetra në Europë drejtohen për një përballje tjetër të madhe. Deri në fillim të viteve 1900, tensionet midis fuqive europiane arrin një pikë blimi, të ushqyera nga rivalitete imperiale, grumbullime ushtarake dhe aleanca komplekse. Ndërsa rruga drejt luftës kërcënon bizneset me katastrofë të mundshme, shtëpia Rothschild sheh një mundësi për të kapitalizuar nga tensionet në rritje. Kreu i bankës Rothschild të Londrës është Natty Rothschild. Ai avokon për qeverinë britanike të zgjerojë aftësitë e saj detare. Kaq shumë vende europiane filluan të shpenzonin më shumë për ushtritë e tyre. Për atë, ata kishin nevojë për para. Ajo që Rothschildët nuk e kuptojnë është se lufta që është gati të zhvillohet do të jetë më brutale dhe vdekjeprurse se çdo që ata kanë hasur ndonjëherë më parë. Pas vrasjes së arkidukut Franz Ferdinand të Austro-Hungarisë, Evropa zhytet përsëri në luftë të plotë. Shikoni Serbinë. Serbët po thonë ne nuk duam të sundohemi nga perandoria austriake hungareze. Ajo është një strukturë e vjetër, e lodhur, imperialiste. Ne jemi vendi ynë. Janë serbët që vrasin arkidukun Ferdinand dhe gruan e tij Sofi, dhe sigurisht ajo është shkaku që fillon të gjithë konfliktin. Kjo luftë paraqet luftë të kanaleve, armë të reja dhe rezulton në viktima masive, me një vlerësim prej 10 milion ushtarësh dhe 7 milion civilësh të vdekur. Për herë të parë, antarët e familjes Rothschild rreshtohen me anë të kundërta. Megjithse Rothschildët mbijetojnë luftën e parë botërore dhe madje fitojnë nga financimi i luftës, shkalla e operimit të tyre është errësuar nga dinastia bankare në ngritje në Amerikë, shtëpia Morgan, tani e udhëhequr nga djali i J. Pierpont Morgan, Jack Morgan. Banka Morgan shërben si financuesi kryesor për qeverinë amerikane gjatë luftës së parë botërore, duke mbledhur fonde përmes obligimeve të luftës dhe duke zgjatur hua thelbësore për aleatët evropian. Në vitin 1935, kronika hebreje aventuroi të sugjeronte, me ndoshta një ndjenjë lehtësimi, se ditët e arta të Rothschildëve po zbeheshin.
Më intelektualisht i talentuari i brezit të ardhshëm të burrave Rothschild i ktheu shpinën biznesit familjar. Pas luftës së parë botërore, shtëpia Rothschild e gjen veten në çrregullim, dhe divizionet të ndryshme bankare ndjekin objektiva të ndryshme dhe bëhen më të integruara në vendet ku operojnë. Në të njëjtën kohë, Evropa sheh një rritje në sentiment antisemit, të drejtuar nga vështirësi ekonomike dhe trazira politike. Familja Rothschild, si banker të shquar hebrej, përballet me kontroll dhe armiqësi të shtuar. Në Gjermani, pas disfatës së saj, kombi duron një nga rënjet më të rënda ekonomike. Një lloj i ri udhëheqësi shfrytëzon zemërimin e publikut gjerman dhe ngrihet shpejt në pozicionin e kancelarit. Ngritja e tij në pushtet paralajmëron probleme për shtëpinë Rothschild, veçanërisht degët bankare gjermane. Në vitin 1939, vetëm 21 vjet pas fundit të luftës së parë botërore, lufta më e madhe në historinë njerëzore shpërthen. Në pranverën e vitit 1940, Hitler siguron fitore pas fitore. Danimarka dhe Norvegjia bien shpejt nën pushtim. Më pas, ushtria gjermane fshin Holandën dhe Belgjikën. Evropa bën një qëndrim të dëshpëruar në Francë, por nuk është kundërshtar për armatim dhe fuqi ajrore gjermane, dhe deri në qershor Hitler është në Paris. Britania është objektivi tjetër i gjermanëve. Nëse Hitler pushton Evropën, shtëpia Rothschild do të përballet me fundin e saj të sigurt. Ndërsa disa antar Rothschild angazhohen në lëvizje rezistence kundër. Kur tanket gjermane rrokullisnin në Paris në vitin 1940, Rothschildët francez ishin në rrezik të madh. Më të vjetrit, Eduard, Robert dhe Maurits arritën të iknin. Ata përfunduan me rrugë dhe ndalesa të ndryshme në Shtetet e Bashkuara ose Angli. Si rezultat, familja duron humbje të konsiderueshme financiare dhe personale, ndërsa aktivet e tyre merren dhe pronat konfiskohen. Generali Eisenhower më informon se forcat e Gjermanisë janë dorëzuar te Kombet e Bashkuara. Flamujt e lirisë fluturojnë në të gjithë Europën. Ndërsa dinastia Rothschild bëhet gjithnjë e më e fragmentuar, N.M. Rothschild i Londrës merr sfidën e rindërtimit dhe gdhendjes së drejtimit vet. Për N.M. Rothschild & Sons, avantazhi i tyre kryesor konkurrues mbetet financimi qeveritar. Kjo ka qenë gjithashtu një strategji bazë e Rothschildëve. Ata punonin ngushtë me qeverinë për të financuar projekte të mëdha. Rothschildët besonin se për aq kohë sa ata kishin marrëdhënie të mira me qeveritë e vendeve të forta, biznesi i tyre gjithmonë do të shkonte mirë. Në vend që të synojë zgjerimin, Rothschild ruan modelin e tij të biznesit si një klub privat, duke financuar elitat ndërsa shmanget nga kontrolli publik. Deri në vitet 1970, një magnat i ardhshëm i mediave kërkon ndihmën e N.M. Rothschild. Emri i tij është Robert Maxwell. Maxwell shërbeu në ushtrinë britanike gjatë luftës së dytë botërore. Pas luftës, ai punoi për inteligjencën britanike dhe më vonë hyri në industrinë e botimit. Në vitet 1950 dhe 1960, Maxwell bleu disa kompani botuese britanike, përfshirë Pergamon Press dhe Mira Group Newspapers. Ai kishte një fillim traumatik në jetën e tij si fëmijë. Shumica e familjes së tij u shfiq në Holokaust. Mendoj se përvoja e varfërisë ekstreme dhe vështirësisë së madhe e shënoi atë për jetën. Të mos jesh i varfër u bë një imperativ absolut. Por për të zgjeruar perandorinë e tij të biznesit, ai do të ketë nevojë për para. Shumë para, lloji që vetëm fuqitë si Rothschildët mund të ofrojnë. Në vitet 1980, investimet e Maxwell duken sikur po shkojnë mirë, por probleme po fermentojnë brenda N.M. Rothschild. Lordi Victor Rothschild dhe djali i tij Jacob janë në një anë, duke luftuar me kushëririn e tyre Sir Evelyn de Rothschild. Rreth kësaj kohe, bota bankare po ndryshonte shumë. Bankat më të mëdha po blinin më të vogla, duke i bërë ato mega banka, dhe mënyra të reja për të bërë para, si derivativ dhe opsione, dolën në vitet 1980.
Mjetet e reja ndihmojnë bankat të fitojnë më shumë para dhe gjithashtu të ndihmojnë atyre të menaxhojnë rrezikun më mirë. Jacob Rothschild beson se banka duhet të përshtatet me strategji të korporatave moderne dhe të ndjek zgjerim agresiv. Sir Evelyn, që udhëheq NM Rothschild & Sons, pohon se modernizimi i strukturës së pronësisë rrezikon kontrollin absolut të familjes. Ai insiston që banka Rothschild duhet gjithmonë të jetë plotësisht në pronësi të Rothschildëve, edhe nëse kërkon sakrifica fatshkurtër. Por drama familjare shpejt bëhet shqetësimi i tyre më i vogël. Një skandal masiv shpërthen, duke kërcënuar reputacionin e Rothschildëve. Botues milioner i gazetave Robert Maxwell është i vdekur. Ai zhduket nga jahti i tij privat herët këtë mëngjes ndërsa lundrojnë afër ishujve kanar. Në fillim të viteve 1990, zbulohen se Maxwell keqpërdori qindra miliona nga fondet e pensionit të punonjësve të tij për të mbajtur ndërmarrjet e tij dhe jetën luksoze. Ndihem se, dhe kam luftuar shumë me këtë, ndihem se ndoshta linja midis vetvrasjes dhe një aksidenti është më pak e qartë se sa ne priremi të supozojmë. Vdekja misterioze e Maxwell në vitin 1991, pasi zhduku nga jahti i tij afër ishujve kanar, nxit hetim në veprimet e tij financiare të këqija. Ndërsa përfshirja e Rothschildëve në vdekjen e Maxwell mbetet e paqartë, ngjarja njollos reputacionin e tyre. Por për Sir Evelyn de Rothschild, skandali riafirmon besimet e tij për nevojën e bankës për diskrecion dhe privatësi. Por NM Rothschild është ende vetëm maja e trashëgimisë së gjerë Rothschild. Deri në vitin 2023, familja Rothschild diversifikon interesat e saj në sektor të shumt, duke u zgjeruar përtej bankerizmit tradicional. Ndërmarrjet e tyre përfshin bankerizëm investimesh, pasuri dhe menaxhim aktivesh, kapital privat dhe filantropin. Vendosjellat origjinale bankare në Paris, Frankfurt, Vjenë, Londër dhe Napoli, njëherë themeli i dinastisë bankare Rothschild, janë përshtatur me peizazhin në zhvillim financiar. Ndërsa bankerizmi është ende qendror, ndikimi i familjes tani depërton një gamë më të gjerë shërbimesh financiare. Përgjatë historisë, familja Rothschild shpesh nuk ishte hezituese për të bërë më shumë para. Por kur bëhet fjalë për ruajtjen e trashëgimisë familjare, ata ishin në gjendje të linin ato mundësi. Ky lloj pamje afatgjatë është i respektuar dhe i frikshëm.